Projekti Erasmus Plus arrin në përfundimin e tij. Ata festuan me krenari punën e palogur, përkushtimin dhe përvojat e paharrueshme të të gjithë pjesëmarrësve me një ceremoni të veçantë të dorëzimit të certifikatave. Për këtë projekt flet zëvendës koordinatorja Naime Lala Ambari. Sot në ambientet e shkollës sonë u realizua dita e parë e mobilitetit në kuadër të projektit Climate Wise Schools and Students. Ky projekt ka të bëjë me klimën, me ndryshimet klimatike në përgjithësi dhe për nxitjen e të rinjve që të marrin iniciativa të reja për mbrojtjen e natyrës dhe ambientit që na rrethon. Fillimisht, sot shtetet partnere prezantuan shtetet e tyre, qytetet edhe shkollat e tyre dhe më pas vijoi programi me disa pika muzikore të përgatitura nga profesori i lëndës muzikore Besfort Muça, nga profesori Arbër Ambari, si edhe nga nxënësit Eda Ballanca edhe Rinor Ambari. Më pas, shteti pjesëmarrës nga Greqia performoi me disa pika muzikore, si edhe vazhdua me prezantimin e disa valleve, valle me motive dibrane, nga shoqata kulturore artistike Dibra e Madhe, përgatitur nga Fetie Beqiri, si edhe valle Tirance, përgatitur nga profesorja Arjeta Jani. Pas mbarimit të programit, vazhduam me festivalin ushqimor, ku morën pjesë mbi 80 nxënës, pjesëmarrës, ku përgatitën bashkë me prindërit e tyre, përgatitën ushqime nga më të ndryshme dhe nga ato tradicionale dibrane. Kjo sot, ky festival tregoi se mikpritja dibrane, e cila ka ekzistuar gjithmonë, është prezente edhe sot e kësaj dite tek gjeneratat e reja.
Shtetet pjesëmarrëse janë domethënë jemi 6 shtete, është Kroacia, Greqia, Portugalia, Spanja, Turqia edhe shteti jonë. Ky është projekti 6 me radhë që realizohet në shkollën tonë. Realizues të këtyre projekteve janë koordinatori Arber Ambari, zëvendës koordinatori, disa nga nxënësit e përzgjedhur edhe disa nga profesorët e përzgjedhur, domethënë përkatësisht në për projektet e ndryshme, të cilat janë realizuar gjatë këtyre 6 viteve të fundit, edhe drejtori i shkollës Ramadan Imeri, i cili na ka mbështetur vazhdimisht në realizimin e këtyre projekteve. Erasmus Plus është program i Komisionit Evropian i cili ofron mundësi të ndryshme për nxënësit dhe shkollat për bashkëpunim, për shkëmbimin e ideve, përvojave, shkëmbimin e kulturave të ndryshme, për nxënësit edhe arsimin në përgjithësi. Ajo njoftoi se ky projekt zgjat 2 vjet.